Tetori është muaj letërsisë. Me thënien makina më efikase që ka shpikur ndonjëherë njeriu është libri, në shkollën jo publike Perla është organizuar një aktivitet që bëri bashk shkrimtarin e vjetër dhe me përvojë Qerem Canaj, si dhe shkrimtarin e re në moshë, nxënësen e shkollës Perla, vetëm 15 vjeçe, Eliona Hoxhaj. Dy shkrimtarët dhe poetët që përfaqësojnë breza të ndryshëm u vendosën përballë të ftuarve dhe nxënësve të shkollës Perla. Presidenti i shkollës Petrit Golema i çeli aktivitetin, ndërsa e cilësoi këtë muaj të veçantë që promovon vlera, por edhe punën dhe aktivitetin e shkrimtarëve dhe poetëve. Janë dy shkrimtarë, zotëria që kemi këtu në Krahun e Djathtë, edhe Çupa që është e re, një i vjetër dhe një i ri. Dhe sot kam fatin që të kemi edhe ish prefektin e Gjirokastërës dhe komandanti i shkollës Marinës. Prandaj ju uroj suksese të dyve. Shkrimtari Qerem Canaj theksoi se letërsia është zëri njerëzve të heshtur. Ai tha se është dashuruar me shkollën Perla, pasi kjo shkollë ka rezultate të larta në procesin mësimor, por edhe ka fituar Olimpiada, një shkollë që sipas tij nderon qytetin. Pak ditë më parë isha në televizionin 6+1. Ajo moderatorja e televizionit, një vajzë e përgatitur e shkëlqyer dhe të thoja, ndër të tjera tha, shtroj çështjen se ç'është letërsia. Letërsia, tha, është zëri atyre që nuk kanë zë, do më thënë zëri i njerëzve të heshtur, të cilët mendojnë, aplikojnë ditë për ditë, kohë pas kohe, për gjatë segmentit kohor që jetojnë. Edhe unë jam një ndër të tillët. Por, duhet të thoja, sa hyra këtu në borë, edhe një mendim. A dini se s'është turp të dashurosh, ashtu sikur se s'është turp edhe të vdesësh. Sepse unë, i quajtur e Qerem Canaj, jam dashuruar me shkollën Perla. Kam ardhur disa herë, kam pas takime me presidentin, me drejtorin e tjerë. Po pse? Se çdo lloj gjykimi ka një psehe. Sepse kjo shkollë, për mendimin tim, është parajroja e qytetit të Vlorës. Unë kam parë dokumentat tuaja, kam parë testimet, kam parë Olimpiadat që keni fituar, ju apo shokët tuaj. Nuk ka rëndësi kjo, ka rëndësi se ju një pjesë e kësaj shkolle që nderon qytetin, prandaj unë jam dashuruar me këtë shkollë. Në këtë aktivitet u promovua edhe libri me poezi, Tinguj gëzimi në vargje trishtimi, me autore Eliona Hoxhaj, nxënëse e shkollës Perla, e cila tregoi se si vetëm 15 vjeçe ka hyrë në rrugën e bukur të shkrimeve, duke qenë një shkrimtare dhe poete me perspektivë. Së pari dëshiroj të falenderoj presidentin e shkollës Perla, zotin Petrit Golemaj, për mundësinë e zhvillimit të këtij promovimi në ambientet e shkollës. Një falënderim të veçantë dua t'ia drejtoj shkrimtarit të mirënjohur dhe të shquar e Qerem Canaj për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e tij, mësuese së gjuhës letërsisë për organizimin, dhe të fundit, por jo më pak të rëndësishmit, prindërit të mi, të cilët janë faktor kyç që kanë ndikuar në botimin e këtij libri. Pozicionin dhe rolin tim si autore, poete dhe shkrimtare të re do të doja ta ndaja përmes një opinioni personal. Të gjithë njerëzit mund të shkruajnë dhe në zemrat e të gjithëve mund të lindin shkëndija frymëzimi. Megjithatë, ne nuk i cilësojmë të gjithë shkrimtar. Kjo nuk është çështje statusi apo profesioni, por qëllimi dhe ndikimi. Parapëlqej të them se ka dy lloj shkrimtarësh në këtë realitet. Janë kategoria e parë, qëllimi i cilëve është pasqyrimi sa më i pastër i ndjenjave të veta kundrejt lexuesve, dhe kategoria e dytë, kur e ndjej veten pjesë, qëllimi i cilëve nuk është vetëm pasqyrimi i ndjenjave, por dhe aspirimi për ndikim dhe influencë te lexuesi. Poezia nuk është vetëm një mjet për të ndarë ndjenjat, por është fjala e lirë, arma më e fortë që historia ka njohur, duke ndikuar në formimin intelektual të shumë shoqërive, madje duke sjellë revolucione thelbësore për mbar njerëzimin. Dhe pikërisht ky libër përmban këtë realitet. Ai pret një zotrues të ri që ta shfletoj, lexoj, por më së shumti që ta kuptoj. I pranishëm në këtë aktivitet edhe ish prefekti i Gjirokastrës Astrid Aliaj, i cili u kthye pas në kohë, 25 vite më parë, kur ishte komandanti i shkollës së Marinës dhe ku kishte një bashkëpunim të frytshëm me shkollën Perla. Sot është vërtet një koincidencë shumë e bukur. 25 vjet më parë, unë kam qenë komandant i Akademisë Marinës dhe zoti Petrit
hapi këtë akademi tjetër këtu dhe pedagogët e mi, pavarësisht se ishin në stad shumë të lartë akademie, kanë filluar të japin mësim këtu. Qoftë pedagogë e anglishtes, matematikës, fizikës dhe pra ishin pedagogë të këtij niveli dhe pra që në atë moment unë kuptova që Petriti do të kishte synime shumë të mëdha dhe arriti sot mas 25 vjetësh të kuptojmë se ku ka arritur. Nga kjo bankat e kësaj shkolle, shokët tuaj përpara sot i kemi në nivele më të larta. Pra kanë qenë dhe janë studentë më të mirë dhe sot i gjën në fusha nga më të ndryshme, në mjekësi, në letërsi, në arsim, në kulturë, kudo gjën pjesë nga puzzle që është krijuar nga shkolla juaj. Pra unë sot vërtet ndjej veten me fat të lumtur që mbas 25 vjetësh sot erdha për të takuar mikun tim, po gjeta edhe këtë mundësi për të shprehur mendimet e mia për këtë aktivitet. Do të falenderoja përveç presidentit dhe stafit të tij të mrekullueshëm që ka krijuar në këtë shkollë, të dy, në radhë parë një nxënësen e shkollës, e cila sot sapo i thash Petritit, ku e gjen këtë frymëzim, që të flasësh sot në një moshë të tillë për atë dheun, domethënë kjo tregon një rrënjë të fortë që ka kjo nxënëse nga familja, nga shoqëria, nga ndoshta edhe nga ambienti ku sot ajo jeton dhe ku studion. Patjetër për profesorin këtu që nuk na befason. Ai është vërtet është një sinusoid e cila gjithkohon ka qenë është njeriu që ka frymëzuar me shkrimet e tij, po i ka mbajtur gjallë në letërsinë dhe në të gjitha zhanret që ai ka prekur. Ka përshëndetur të pranishmit edhe babai i shkrimtares nxënëse e shkollës Perla, Eliona Hoxhaj. U falenderoj që morët pjesë në promovimin e librit Vajzës sime. Falenderimi kryesor i shkon Petritit që bëri të mundur këtë event. Eliona ka shfaqur prirje dhe dashuri për letërsinë që në moshën 12 vjeçe, ka rreth 3 vite që shkruan dhe krijon poezi. I uroj suksese në rrugtimin e saj si shkrimtare dhe suksese gjithve në arsim dhe në jetën tuaj. Faleminderit. Presidenti i shkollës Perla, Petrit Golemaj, i ka dhënë një certifikat mirënjohje nxënëses shkrimtare dhe poete Eliona Hoxhaj. Suksese. Faleminderit. Do të jemi unë sponsor i jot. Faleminderit. Certifikata mirënjohje dhe për 3 nxënës të tjerë të kësaj shkolle për kontributin e tyre në letërsi. Shkolla Perla ka nxjerrë dhe promovon gjatë gjithë këtyre viteve jo vetëm nxënës shembullor në shkencat eksakte që janë shkencëtar të së ardhmes, por edhe nxënës me shpirt poetik.